faktet provuan, ki parasysh një gjë që erdhën nga një palë zgjedhjet që janë zgjedhje 2025. Jemi jo më larg se një vit. Që prodhuan një farë rezultate dhe një matje forcash ndërmjet aty që është imazhi i opozitës dhe që është imazhi i pozitës. Dhe në këto zgjedhje, me gjithë deformimet që ka kodi zgjedhor, imazhi i opozitës ishte më i dobët se imazhi i pozitës. Që do të thotë, ti duhet ndërtosh imazhin jo vetëm si subjekt politik ose si grupim politik, por duhet ndërtosh këtë imazh në raport dhe me imazhin e kandidatit. Do duhet që kandidati të përfitojë nga imazhi politik dhe të japë vlerë shtuar, duke shkuar qytetarët, duke thënë që krahasimisht me grupimin tjetër, kandidati jonë është më i mirë, programi jonë është më i mirë. Por kjo nuk mund të bëhet më në 3 muaj kohë. Qytetarët janë kthyer në një nivel shumë më pragmatist, dhe nëse ti do të bindesh qytetarin për të votuar një grupim apo një grupim tjetër, nuk është më thjesht çështje jeme PD dhe unë do të votoj. Është lidhet shumë më tepër me individin, lidhet shumë më tepër me kandidatin, lidhet shumë më tepër me kërkesa specifike që kanë zonat caktuara brenda qytetit, që kanë grupime caktuara brenda strukturës sociale. Dhe gjitha këto duhen adresuar dhe nuk mund të adresohen në 3 muaj fushat. 3 muajt e fundit fushatës është sforco maksimale që bën një strukturë partijake për të shkuar derë më derë dhe për të përcjellë mesazhin. Por ndërkohë ti duhet ta kesh ndërtuar mesazhin, duhet të kesh imazhin e kandidatit, duhet ta fillosh betejën elektorale. Dhe të flasim për një qytet si Tirana që ka 400.000 votues. Nuk është më një betejë me 10.000, 15.000 apo 20.000 vota, është një betejë me 400.000 votues, është një betejë në cilën ti duhet për opozitën është esenciale që të fitohet. Në shumë e vështirë që një opozitë në Shqipëri të fitojë pushtetin qendror nëse nuk ka minimalisht një pjesë të rëndësishme të pushtetit vendor. Dhe të flasim pjesë të rëndësishme, flasim për 3 apo 4 bashkitë kryesore në vend. Dhe pavarësisht dëshirës së mirë, Shkodra, Vlora dhe Korça janë bashki periferike. Pavarësisht qendrës shëndetësi ato kanë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Bashkitë që bëjnë diferencën politikisht janë Durrësi e Tirana. E sërish dhe Elbasani. Më ngacmot me këtë gjë, për shembull në Shkodër, po lexoja që kryeministri kishte çuar disa e kishte ndar zonën e Shkodrës, pa qarkun e Shkodrës në disa pjesë, në disa bashki, pra bashkinë e Pukës, bashkinë e Vaudejës, Malcis Madhe dhe të Shkodrës, dhe aty kishte çuar dhe secila prej tyre 3 përfaqësues politik, në rang ministri, që është dhe ministri aktual infrastrukturës energjetike, si drejtues i qarkut, në rang zëvendës ministrash dhe drejtorësh të pushtetshëm të përqendruar aty, pra një vit para. Formati fushatës që bën Partia Socialiste. Për Shkodrën, imagjinojnë ç'mund të bëj për Tiranën apo për Durrësin apo për Elbasanin. Formati i Partisë Socialiste është shumë i thjeshtë. Ne çojmë gjithë peshën e pushtetit qendror për të zgjidhur hallet që ka njeriu në pushtetin vendor. Nëse ti do të marrësh vota, ke 2 mekanizma. Mekanizmi i parë është mekanizmi politik, i strukturës politike që merret me individin, simpatizantin, militantin e Partisë Socialiste. Dhe pjesa tjetër është struktura e pushtetit që merret me gjithë biznesin, individët që kanë nevojë apo halle për të zgjidhur, që duhet bëjnë legalizimin, që duhet marrin tapin, që duhet zgjidhin lejen e lidhjes me ujin apo me energjinë elektrike. Gjithë këto janë probleme që ndikojnë tek voti. Fakti që me gjithë pushtetin që ka sot Partia Socialiste, fakti. Nëse sot Partia Socialiste po marrim Shkodrën, ka pushtetin qendror, pushtetin vendor. Me gjithë faktin që i ka këto 2 pushtete, presupozon që ka një nga kryebashkiakët më suksesshëm, pavarësisht se dhe ky është në hetim nga Spaku. Ky është arsye dublimit të tij. Dhe i ngarkohen ose ja tashohen këtij individi një grupim njerëzish që janë ministra, drejtorë, detyrisht në nivele shumë të larta të administratës publike, tregon që Partia Socialiste nuk ndihet komode në mënyrën se si vlerëson potencialin e votimit apo zgjedhjeve 2027. Dhe përpiqet që sot një vit më parë që të fillojë të vërë gjithë mekanizmin që kanë mundësi, gjithë pushtetin që ka në dorë, ta vërë në funksion të zgjedhjeve. Ndërkohë që opozita do ta bënte këtë gjë. Dakor zoti Klubi, po ka një paradoks se ne i pranojmë këto si të vërteta, do të thonë, praktike dhe natyrisht janë deri diku, por si gjëra që janë krejt normale.